Brenda datës 15 qershor do të marrë fund problemi ujit të pishëm për 50.000 banorë të Tiranës, të cilët nuk do të vuajnë thasirën gjatë verës. Ky ka qenë premtimi i drejtorit ujësisë kanalizimeve, Said Dollapi, në një deklaratë për mediat, i cili u shpreh se problemi ujësisë tashmë ka marrë fund dhe se faji mbetet tek administrimi i vetë qytetarëve. Dollapi gjithashtu u shpreh se në fillim të muajit korrik do të fillojnë ndërhyrjet edhe në disa zona të tjera. Problemi i furnizimit dhe i mungesës ujit në Tiranë është i zgjidhur përfundimisht. Ka të bëjë tani thjesht me administrimin dhe me administrimin e vetë nga vetë qytetarët për shpërdorimin e ujit. Po bëhet ristrukturimi i rrjetit të ujësisë, gjë e cila sjell dhe probleme ose shqetësime të qytetarëve për furnizimin me ujë për një afat të shkurtër deri në përfundim të investimit. Këto investime përfundojnë brenda datës 15 qershor dhe zgjidhin përfundimisht problemin e furnizimit me ujë të rreth 50.000 banorëve të Tiranës. Dhe në fillimet e muajit korrik do filloj puna dhe investimet në zonat e bllokut të Alliasit, në rrugën Besa dhe në një pjesë të Unazës së Re. Gjithashtu Dollapi i bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të marrin masa për shlyerjen e detyrimeve dhe plotësimin e dokumentacioneve ligjore, pasi në të kundër do të ketë penalizime dhe ndërprerje të shërbimit të ujësjelësit.